vetëm nga ana akademike. Dita ndërkombëtare e Romëve u festua edhe në Lezhë. Bashkia organizoi një aktivitet me këtë komunitet, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të institucioneve të tjera dhe organizatave të ndryshme. Përfaqësuesit e Bashkisë Lezhë dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar vënë theksin tek mbështetja që po jepet komunitetit rom për integrimin e tyre në shoqëri, por kërkuan më shumë stabilizim dhe angazhim për arsimimin e tyre, e cila mbetet një sfidë. Shërbimi social i Bashkisë Lezhë ka në vëmendje të veçantë të gjithë target grupit, por veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje. Nëse do ju jap një statistikë të vogël, në të gjitha shërbimet që jep shërbimi social, 80% të përfituesve janë të komunitetit rom dhe egjiptian, por po flasim sot vetëm për komunitetin rom. Prioritet për ne gjithmonë është arsimimi i fëmijëve të komunitetit rom, ashtu siç është për të gjitha komunitetet. Uroj gëzuar ditën e Romëve. Dhe gjithashtu dua t'ju them që Bashkia Lezhë do jetë gjithmonë në mbështetjen tuaj. Si një mami, dua t'ju them që t'i dërgoni fëmijët tuaj drejt arsimimit, sepse vetëm duke i arsimuar do arrini t'i integroni në shoqëri dhe do të ndihen si gjithë të tjerët. Ne gjithmonë ndjekim parimin e barazisë, të respektit reciprok dhe do dëshiroja që po këtë vlerësim që kemi ndaj jush, ne ta shtrim në institucionet tona arsimore dhe do të kërkonim mbështetjen tuaj, bashkëpunimin tuaj, që fëmijët tuaj të shkollohen, të edukohen, të formohen si gjithë tjerët. Kryetari i komunitetit rom në Lezhë, Bujar Berisha, u shpreh se vëmendja e institucioneve, kryesisht të bashkisë, ka qenë maksimale për ta. Falenderoj kryetarin e bashkisë për mbështetjen që më ka dhënë për komunitetin rom, për 12 familje që nuk kanë dokumenta, shtëpie, që kam 20 vjet që po kërkoj. Arriti kryetari i bashkisë që organizoi stafin e vet që është në përfundim të dokumentave. Komuniteti rom është i respektuar në bashki, çdo problem që ka pas komuniteti rom, unë jam përballur me institucionet në mënyrë paqësore, kemi dalur nga situata për problemin. Në arsim kemi qenë shumë përpara, kemi rënë nga arsimi arsyeja. Arsyeja pse Luciano Levri qofti pa harrueshëm. Aktiviteti për ditën ndërkombëtare të Romëve në Lezhë u përmbyll me veprimtari muzikore dhe letrare, ku prezantuan tradita dhe kultura tek këtij komuniteti.